Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Sonte bashkë me Visarin do të flasim për dy çështje, po që kryesisht lidhen me përparim Ramën. Fillimisht më lejoni t'ju uroj të gjithë besimtarëve të besimit islam muajin e shajt Ramazanit, paqja e agjerim sa më të lehtë. Kryetari i Prishtinës përparim Rama ngjalli një debat goxha të madh për dy arsye, për dy vendime. E para, si njëri prej prirësve të protestës të marshit në fakt me 17 shkurt që u majt për drejtësi për të akuzuarit në Hag, në krye me ish presidentin Zotin Thaçi, dhe dyta për një riorganizim të orarit të mesimor në shkollat e Prishtinës, në mënyrë që me au mundësu besimtarve me qenë sa më herët në shtëpi për iftar. Të dy këto e vën përparim Ramën në qendër të vëmendjes. Duket se ky njeri është njeri politikan kështu jo konvencional, i cili gjithmonë ngjall debat. Dikush e vlerëson, dikush e gjykon. Unë kam mendim për këtë punë, po megjithatë do ta flasim sonte me Visarin. Visar përparim Rama u bë më shumë lajm se sa vetë muaj i shajt i Ramazanit. Ai mori një vendim që pushimin e gjatë me reduktu, mësimi me fillu në 7:30, jo në ora 8, në mënyrë që besimtarët me pas kohë për iftar, me shku në shtëpi pak më herët, që në shumicë u përkrah, por kishte edhe prej atyne që kritikuan për shkak të kushtetutës sonë, për shkak të ndërhyrjes sipas tyne në çështjet e besimit, ndërkohë që janë të ndara feja dhe shteti në këtë vend. Si keni pa ju? Po tash që kjo është temë jashtëzakonisht për mendimin tim edhe e rëndësishme për në anën tjetër edhe lehtë e keq interpretueshme, sepse ne shoh që në temat ju jeni majt, ju jeni social-demokrat, jeni shumë pro besimeve. Absolutisht, unë jam edhe liberal, unë mendoj që natyrisht që shoqënia jonë, si shoqëni në tentim për të modernizuar, do duhet të ishte një shoqëni liberale, në të cilën secili ka drejtën që të menaxhojë e organizojë jetën e vet ashtu siç ai do. Pra pa imponime. Mirë, po ashtu duhet me pas parasysh që brenda një shoqënie ekzistojnë disa rregulla, të cilat në shtetin tonë janë të bazuar në parimin e laicitetit, e në të cilën feja nuk mundet me përcaktua agjendë publike. Asnjëra pe feve. Po shteti mundet me ja përshtat. Shteti mund me ja përshtat, po jo këtu çështja është kështu tash. Nëse analizojmë nga perspektiva kushtetuese, nuk jam jurist e as më pak jurist kushtetues, rrjedhimisht edhe nuk muj me fol në atë shumë në atë drejtim, po megjithatë parimi i laicitetit për mendimin tim, ose çu kuptoj unë thotë që agjenda fetare dhe orari fetar nuk mund të jetë përcaktues për agjendën e institucioneve publike. Në asnjë formë qoftë ajo, asnjëra prej feve. Individët brenda saj pastaj kanë gëzojnë të drejtën e plotë që me besu në secilin prej formave që ata e zgjedhin për besuar në Zot ose në çfarë tjetër që ata mendojnë që duhet me besu. Dhe në këtë drejtim konsideroj që do kishte më qenë roli i shtetit që me gjetë një farmesi në të cilën i krijon lehtësirat e mjaftueshme për ata që praktikojnë, në këtë rast për shembull agjerimin e Ramazanit, nesër një festë tjetër fetare, mirë po në të njëjtën kohë mos me i leju që kjo agjendë e atyre disave, qofshin ata shumicë, me u bë agjendë të gjithëve. Se jo të gjithë e ndjekin atë dhe jo gjithë e kanë këtë, e as më tepër më u bë agjendë e institucioneve publike. Tash, unë e kom pa që ka një keq kuptim kur thonë na jemi shtet laikë, rrjedhimisht nuk do të më përmend fetë hiç. Nuk është ashtu. Shumicën e festave zyrtare që kemi na janë fetare.
Domethënë kjo Bajrami i Pashkët, kjo është bajrami i respekt vogël, ndaj- bajrami i madh. ndaj qytetarëve tonë. Është respekt edhe ndaj atyre që ndjekin fenë kështu me radhë. Dhe kur gjë nuk ka të keqe këtu, na kemi për shembull dekorim të qyteteve tona për Këshëndella edhe pastaj Vitria, apo jo. Edhe për Bajram, që bën për parim Roma. Tash ka fillu po edhe për Bajram, edhe për Ramazan. Nuk ka të keqe, Ramazan. nuk ka apet kur gjë të keqe këtu. Domethënë, sepse unë si qytetar për shembull që tazëm nuk e ndjeki asnjërin prej feve, mund nuk më pengon fare pse i shoh disa të tjerë që e ndjekin dhe kjo i lumturon. Cila do fe, pra po them qofshin ata. Mirë po në momentin që shteti merr vendim, që ma afekton mua gjendën, pa qenë praktikues, mendoj që këtu është ndërhyrja që mundet më u konsideru si problematike. Në të drejtim, për shembull, mes po flasim për rastin konkret, do të kishte më qenë krejt në rregull siç kam bë, nuk e di, ka bë më duket e pashë edhe një kryetar tjetër komune që ka marrë vendim. Vitin e kaluar e ka bërë komuna Podujevës. Po tjetër gjë është për shembull që atyre që janë duke e praktikuar, pra atyre që janë duke agjeru në këtë rast, mi u kriju lehtësira. Pra me thonë për shembull mund me shku pak më herët në punë, ata që janë të punon komunë, mund me harë pak më herët e me shku më herët për me në zonë iftarin e kështu. Këta është në rregull. Po në momentin që ti të bëm vendim për të gjithë, këtu mendoj që cënohet pak e drejta e njerëzve për mos me praktiku, sepse nuk mund për shembull që dhe e dyta është që na po flasim tash për shkolla. Shkolla ka një qëllim të caktuar. Ajo është cilësia e arsimimit dhe edukimit të nxënësve, apo jo. Nuk mund të kemi një nështru kur fara gjende tjetër. Që kjo është qëllimi primar dhe i vetë. Dhe e treta, edhe nga perspektiva fetare, për shkakun mes po flasim për agjerimin, nga perspektiva fetare agjerimin ti e bën sepse ky është një lloj kështu trajnimi shpirtëror i devotshmërisë. Bile rekomandohet që agjerimin me e bë edhe në kushte pak më të vështira dhe tunduese. Çfarë është agjerimi vërtet, nga perspektiva e doktrinës fetare. Nuk është kurfar agjerimi e kurfar me çuj kështu trajnimi i shpirtit, nëse agjerimin e bën në kushte komplet të lehtësuara. Në të drejtim konsideroj që edhe nga kjo perspektivë, ky një vendim i tillë mund të jetë, si më thon, i pëlqyeshëm për njerëzit ju ndihmon në një të lirë kështu me radhë, mirë po mendoj që duhet na një diskutim të tillë me bë serioz në shoqërinë tonë. Dhe mënyra që Pas është koha tash më janis. Unë mendoj që ka qenë koha edhe më herët, po është koha edhe tash. Domethënë raporti që ndërtojmë ne me fen, si shtet edhe si shoqëri, mendoj që duhet më u diskutu. Pra po them, jo me marr vendime që i aplikohen gjithëve, sepse unë nuk kam drejt me i thonë verbiut ose tjetrit, bënja kështu, bënja ashtu. Le të bëna qysh don. Me logjikën në shoqëritë liberale, domethënë parimi bazë i liberalizmit, do të përfundoj me çto. Pra e Britanisë është që liria individuale është e pakufishme deri në momentin kur rrezikon me u shndruar në cenim të lirisë së tjetrit. Që aty përfundon kufiri i lirisë tonë në shoqëritë liberale. Dhe mendoj që kjo do të si maste këtu janë cenu disa të tjerë. Në vendim i tillë, domethënë jo përcakton disa të tjerëve në agjendë të caktuar, kohore në këtë rast, pra orar të caktuar, i cili nuk është në përputhje me as me orarin e rregullt e as me orarin e tyre personal. Tani në këtë rast, e kam një farë mendimi tjetër. Për shembull, komuna është pjesë e sistemit shtetëror. Është pushtet lokal me kompetenca gjatë të zgjeruara të pavarur nga niveli qendror. Dhe tani një institucion sikur se është Komuna e Prishtinës, nëse merr vendime me ia lehtësu jetën njerëzve, qoftë edhe në një muaj të shajt Ramazanit, gjatë praktikimit, thjesht po ju ndihmon. Pra është në funksion që ata njerëz që majnë Ramazan, që numri është i madh, dhe unë e shoh që po rritet çdo ditë më shumë, me pas kohë me shku në shtëpi, me bë iftarin, me bë gati, edhe me pas një iftar në kohë të rregullt. Deri në këtë pikë unë nuk po shoh ndaj lloj cenimi të shtetit ton kushtetues. Sepse thjesht po ja mundson një gjë të tillë me kusht që orari mësimor të mos preket, pushimi të shkurtohet dhe të fillojë mësimi nga ora 7:30 dhe jo nga ora 8. Unë nuk po shoh asnjë cenim këtu praktik. S'po hym tash në interpretime kushtetuese që duhen të jenë të ndara njëra prej tjetrës, po edhe në rastin konkret, nëse synojmë me pas kësi lloj ndarje si me thik, prap nuk mundemi me pas, se fetë janë pjesë e jetës sonë,
dhe ne jemi pjesë e shtetit dhe shteti është mbi ne, apo jo? Jemi të lidhun njëri me tjetrin. Ta zom, një xhami ose një kish nëse do me ndërtu, ti duhet me ju nënshtru procedura ligjore me marrë lejen e komunës. Pra shteti vendos në këtë rast. Po shteti nuk bën si mas me qenë gjithmonë kufizues, por me qenë pak edhe lehtësues. Lirus që në rastet e caktuara, po, me jau kriju një lloj komoditeti që ndoshta edhe këta tjerë që nuk e praktikojnë, apo që janë të besime e tjera, nuk cenohen. Thjesht ata mundën nuk cenohen e bindjet e tyne, për në jetën e përditshme nuk besoj që cenohen. Në këtë frymë unë mendoj që zoti Rama, kryetari Prishtinës përparim Rama, është të tregu që është një politikan jo konvencional, absolutisht atipik, i cili nuk pyet as për disa qëndrime të partisë së tij, LDK-s që ka bë kryetari të Prishtinës, as për disa rregulla kushtetuese ligjore, kur vjen fjala me kriju një komoditet besimtarëve të caktuar, dhe po ashtu është e demantu një propagandë që është zhvillu kohë të gjatë në raport me përparim Ramën. Mos harrojmë, për herë të parë më duket është viti të re që për Ramazan e zbukuron qytetin, bashkë me bashkësinë islame. Dhe kjo praktikë ndodh edhe vende tjera, ndodh në Tiranë për shembull, ndodh në Shkodër, ndodh në Londër. Pse komuniteti musliman njihet më mirë dhe e krijon një identitet gjatë një muaji të Ramazanit. Pastaj jeta vazhdon normalisht. Por te zoti Rama, unë kam pa akuza goxha të rënda në të kaluarën për shkak të sheshit George Bush. Të njëjtit që unë e djej kam pa, duke përkra vendimin e përparim Ramës, të njëjtit unë i kam pa, duke sulmu përparim Ramën kur mori vendim që sheshin rrugën George Bush ta shndrojnë në shesh dhe krejta e hapësirë të inkorporohet në një shetitore që lidhet edhe me katedralen e Kosovës, katedralen kryesore në Prishtinë. Akuza ka qenë se zoti Rama e ka gruan të krishterë, që nuk e di çfarë besimi ka, po e di atë çka kam lexu, që e ka gruan të krishterë dhe për shkak të ndikimit të saj, po i krijon favor një komuniteti pakic si mas tyne që interpretonin komunitetin e besimit katolik në Kosovë, për t'ja kriju një hapësirë e cila është komplet në funksion të katedrales dhe jo të njerëzve të qytetarëve të cilët e shfrytëzojnë për çdo ditë. Dhe në këtë pikë, duke sulmu për një diçka të paqen, tash janë disa të tjerë që aso kohë e përkrahnin përparim Ramën për katedralen, po që tash po e sulmojnë për shkak të këtij vendimi, që dorën zemër është i pari. Është i pari se vitin e kaluar një gjë të tillë e kanë marrë në komunën e Podujevës. Po për Prishtinën është i pari. Dhe kjo natyrisht që ka hap debat shumë të madh. Për këtë arsye ndoshta i dashur me pas parasysh ne si shoqëni, mos me pa kushtetutën ku lidhet me disa të drejta, ashtu komplet të ngurtë, por pak më shumë elastike, dhe që shtetit jetë ma miqësor me besimet, janë të garantuara me legjë dhe me kushtetut, po t'jetë ma miqësor me gjitha besimet në Kosovë, sikurse edhe besimet t'jenë miqësore me njëna tjetrën, që kur vje fjala te katedralja, mos me uqu komuniteti i besimit musliman që është shumic, me sulmu përparim Ramën pse po e ndërton sheshin te katedralja, sikurse edhe këta që nuk besojnë fare, apo që besojnë të shteti kushtetues, sikurse që është ky joni, mos me godit në këtë pikë një vendim i cili është kalimtar. Dhe nuk besojnë që në asnjë pikë e cenon në rendin ton juridik edhe kushtetues. Thjesht është në kuadër të një elasticiteti ligjor dhe kushtetues.
Absolutisht. Tash dakord jam, po veç a bëm me shtru kështu. E zgjata shumë. Jo, s'është problem, po për më është temë shumë interesante, do mendoj që për një që këtë temë duhet të diskutojmë me kohë ftohtë. Po natyrisht. Pa taburizim, pa islamofobi, pa urrejtje ndaj feve tjera, po me kokë ftohtë. Edhe më thonë që kjo është mirë, që kjo është keq, që shtu bën, që shtu zban. Unë gjyshi jam, agja jam, kanë qenë shumë fetar. I kanë ndjekë, kanë praktiku krejtë, më 5 herë janë falë. Ka jetu në fshat, kanë punu. Punë, bujësie, toke, kështu me radhë. Dhe të edin, dhe më thonë, jeta në fshat është sezonale. Dimnit ka ma shumë kohë të lirë, ndësa verës s'ka kohë të lirë. Gjithë e kanë praktiku Ramazanin. Edhe verë edhe dime. Kur asë një ditë agjerim nuk e kanë nalë, kur se kanë nalë punën kërë dashëm. Apo? Po. Besoj edhe ti e kitë njëtë në përboj. Absolutisht. Verës ti ke punu punë të keqë që dash me kry, se nuk të përet. Jo, kryet Eske vera. Ramazan të e ki. Kryet vera. Për ta u kom puna dhe praktikimi i fes, pjesë të jetës një lloj, edhe nuk e kanë vendos kur njërën në kundërtime tjetën. Prandaj po them As ka ndërhy njëra me as nuk ka ndërhy njëra me tjetën. Prandaj po them që nuk është e pamundun me ndjek, me praktiku fen, edhe me zhvillu jetën profesionale tonë. Ka zënë baba për gjyshin, nara, ngusht, duket Ramazan, korrekt gusht, duke fshi grur të korë me drapën, deri në pikën sa ka pështy gjak, Edhe se për kanë shkak edhe nuk e ka prish Ramazanin. Pa pi ujë hiç. Pa pi ujë fare. Po flasim për 18 orë Ramazan, agjerim. Po. Në temperatura dhe në 20 gradë, plus pluhni i të korrave, po ai nuk e ka prish. Absolutisht. Nuk i ka thonë ai veti, qëre është këtë gjanë zetë që tash, e me lanë grurin me korë mas Ramazanit. Se për shembull edhe kjo tash, do të thonë na po flasim Pa për është besim i fort. po na po flasim edhe për një praktikë fetare, që është siç është agjerimi i Ramazanit, i cila ka linjë me linjën e mesme apo jo. Po. Në kushte jashtëzakonisht të vështira klimatike. Dhe kur mahet kjo, mahet duke e pas parasysh që ti i reziston tundimeve dhe vështirësive, sepse kjo sipas parimit fetar bën musliman më të devotshëm. Tregon devotshmëri më të madhe ndaj krijuesit Zotit. Dhe këtë drejtim unë konsideroj që edhe nga kjo perspektivë nuk keti nevojë me bukë cilësia. Po atë që besojmë që ka nevojë, edhe unë jam dakord që thotë që njerëzit duhet m'ia respektu besimin, duhet m'ia respektu fen. Për shembull, shumë do të kishte më qenë e pranueshme për mua, absolutisht e padiskutueshme, nëse ta zëm krejt institucionet shtetërore bëjnë si lehtësira për ata që janë duke e praktikuar. Edhe me nxit një lloj solidariteti. Po nuk ka bazë ligjore ajo, veç duhet vendim kështu. Bazë ligjore për me pas pushim për 28 nëntor na nuk kemi, po na e bojmë. Po. Apo është vendim qeveritar për çdo vit. Po. Na nuk e kemi në ligj ato. Po jo, po e bojmë se shumica dërmuese njerëzit dojnë me festuar dhe festojnë. Se kundërshton kërkosh. Absolutisht. Kështu që në këtë drejtim ka kësi mundësi. E dyta, nëse bëhet, duhet më bëj për krejt Kosovën atë. Njëjta gjë. Apo jo. Se nuk janë vetëm mësimdhënësit e Prishtinës tu agjeru. Ka trafik më shumë. Ki gjithandaj tu agjeru. E treta, pra po them ti, një gjë që duhet me pas parasysh mendoj ne, udhëhecit politik. Në të rast edhe përparim Rama, gjithë tjerët, që vendimet e tua duhet me i pa edhe çfarë sinjali dërgojnë atje poshtë. Do të thonë çfarë sinjali ty dërguar me ti me çet vendim tonë. Sepse ka aty çdo vendim ka një farë formësimi të mendimit edhe qasës. Po bre Visar, po a mundet sot përparim Rama me marrë vendim të përhershëm që mësimi nis në 7:30? Po. A mundet me acenu dikush? Po. Kjo është Jo, nëse merr vendim të përhershëm. Kjo është edhe nivel shkollave. Për shembull te ke pa, për çet vendim ka dalë në shkollë, Ismail Çemali që ka thonë nuk mundna me respektu sepse thjesht nuk kemi kapacitet fizik. Ose ka tri ndrime. Sakt. Çfarë më botash me shkollën Ismail Çemali? Tash ti për shembull ki shkolla tjera që agjeru se Me shkolla. hjek fëmijët si Vjosa Osmani. Se po rreziko. Domethënë janë plotësisht implikimet që ti duhet të pas parasysh. Edhe njëherë po them, kur gjë nuk ka të keqe njerëzit me undi të lehtësuar për me praktiku fenë vet. Për shembull, ta kthejmë debatin pak edhe ma gjerë. Na kemi pas reagime të njerëzve kur kanë organizuar iftar kolektiv në për rrugët dhe sheshet e Kosovës. Apo jo në Prishtinë, qytete të tjera, ka pas reagime pse po hajnë ta iftar. Pse mos me humbur iftar bashkë. Po jo, hapësirë publike është. Hapësirë publike kanë plotësisht drejt. Ki drejt me protestu, ki drejt me shetit, ki drejt me majt beer festin, ki drejt me majt festivalin e Venës, ki drejt edhe iftarin. Edhe iftarin. Do me thonë, ti organizon një iftar në shesh,
do mu me kalu që ne, përsa kohë që kjo nuk është imponim për mu njëm, në rregull. Ti mu kur gjësë më cenon lirin tem, unë e bëj që du, ti bëj që dush. Do me hongër iftar në shesh, ditë hajnë shash. Jo ba fëmijë dhe vazhdo. Sakt, unë e du me hongër darkë me familjen tem në shesh, dalim hajnë, apo në për restorane, në për që e kanë tavelinat jashtë, nuk e në rregull jemi. Do me kur kush kërkoja nuk i pengat. Unë është një qarë shaf me qitë, mu ullë me hongër, se është hapësirë për Absolutisht, absolutisht. Do me thonë, dhe këtu kufinit, mos pengimit të njërë tjetë, ekziston. Në rregull jemi plotësisht. Me zbukuru qytetin, është veç me ja njohë dhe mirë njohë, qatë besim edhe devotshmëri që kanë akët cili fetar. Dhe në rregull është. Po duket që ka edhe sharm. Mu së pengon kur gjë. Ty natyrisht se s'pengon. Kur gjë së pengon. Mu personalisht edhe mos me zbukuru nuk më pengon. Po nuk më pengon fare me zbukuru. A organizojnë lider ton politik iftare për bashkësinë islame kështu me radhë. Kur gjë të keqe nuk ka. Ti po e respekton atyre. A shkojnë në kishë në katedrale për këshëndella, po, dhe për pashk, dhe kur gjë të keqe nuk ka. Shumë mirë që shkojnë. Këto na i kemi praktikuar. Vitin e kaluar, Ramazanin e kaluar, që ky përparim Rama, nuk e di që është puna e tina, që ky ka organizu iftar në katedralet Prishtinës. Pra ka qenë kleri katolik, ortodoks, protestant dhe natyrisht islam në një iftar që është majtë katedralet Prishtinës. Kjo ka si lajm ndërkombëtar, që është diçka e pa imagjinueshme për shumë shtete liberale të botës. Dhe ky është e bë këto. Dhe aty ka pas natyrisht edhe një lloj bashkëpunimi në mes të kishës katolike edhe bashkisë islame. Po pra, nëse ka bën një gjë të tillë vitin e kaluar, nëse po ja mundson katedrales me një vendim që të bëhet shesh dhe krejta e pjesë duket e bukur edhe si pjesë e katedrales, edhe një gjë të tillë që ka bë për mua nuk është ndaj farë të lashje, derisa kur e nxjerrim në peshore nuk është senu. Që të pyetja, a është senu në këtë rast, me këtë vendim? Me këtë vendim. Për shembull tash nëse na dojmë me respektu ritet fetare, ta zëmë si orar ditor, atëherë çdo është edhe e premtja me qenë një orar ndrysh i punës, apo jo? Sepse njerëzit shkojnë në xhami falin. Po ky është vendim vetëm për po dhe veç pse është Ramazani, pse Ramazani nuk është më i rëndësishëm në fenë muslimane se sa e falmja 5 vakte. Aq më tepër e premtja që është pak më e veçantë. Po mirë, në kuadër të këtyre ligjeve dhe kësaj kushtetute, ti po merr një vendim që është edhe let i zbatueshëm, edhe nuk është cenus në raport me rendin kushtetues. Dakor, ti po thuaj që ky po bën çka mundet me bë. Se s'është tash tema për parim Rama në vete, po ideja. Mirë po. Jo, po ky po ngjall këto debate. Po dakor, vendimi i tij, dakor, po them që kjo tema është kam për te ti. Se kjo është po do të më diskutuar tek fund, po në çdo drejtim unë mendoj që prandaj këto çështje unë nuk jam në fund kundër edhe me u. Veç mendoj që duhet të diskutu pak më mirë. Po është visar një udhëzim administrativ që ndalon bartjen e simboleve fetare, në këtë rast shamis, në shkolla. Udhëzimi administrativ është në ministrinë, është nxjerr nga Ministria e Arsimit, është premtu nga zoti Kurti që do të largohet, se do të largohet para se të vinte në pushtet, ndërkohë ka hyrë në mandatin e tretë dhe nuk e ka prek këtë udhëzim administrativ, po nuk quhet asnjë kryetar komune me thonë unë nuk e respektoj këtë udhëzim administrativ dhe rrjedhimisht t'ju lejohet nxënësve në shkolla të hyjnë si dojnë ata. Pra po e respektojnë diçka që është urdhëresë, por në kuadër të mundësive hapësirës, me kriju lehtësira, unë të paktën kështu po e kuptoj, që në këtë rast zoti Rama këtu pyetja shtrohet për shembull shumë thjesht pse pa atëherë mos me pas të drejtë me bart ta zëm bulesën të radhë. Fol me Erullah Çekon, me Arberia në Gafsin, me Enver Hoxhajn, me ata nivelit qendror. Po ta shtrojmë debatin atje. Se ky vendim i zotit Rama, kryetar komunës Prishtinës, tash ky natyrisht që pashmangshëm duhet më çelë ato tema tjera. Nëse bën çike pse s'bën çike. A jemi të gatshëm në si shoqëri me trajtu këto tema me kokë të ftoftë apo me militantizëm, me fundamentalizëm? Po herë do kur na skem çore për këtë, prandaj po them që edhe kur të merret vendimi ose para se të marr vendimi, çdo tema duhet të mbo. Për shembull na kemi pas temë për Shamin që quhet. Ndalesën për Shamin. Domethënë kjo është diskutuar disa herë, por nuk është diskutuar kur në rrafshin racional.
Për mendimin tim gjithë ka pas një farë diskutimi militantesk të partive politike, të përkatësive fetare kështu me radhë. Do mendoj që do të më diskutu kjo. Qëre, na kemi vendos bashkërisht që shteti jonë është laik, apo shkruan kushtetut. Nuk e dija kemi kuptuar që është laiciteti, nuk e dija o botë. Ngatrojmë shpesh me ngatrojmë me shumë gjëra, mirë po që ky diskutim unë mendoj dhe këtë edhe parime tjera të kushtetutës tonë. Unë mendoj që do të më diskutoj, jam kuptimi më ndryshu. Po më u kuptu. Çka do më thonë me si në shtet laik? Dhe pastaj qysh ajo përkthehet në vendime institucionale. Qysh e bën të që të baraspeshën në mes të përkatësive fetare, qysh e trajton megjithatë besimin si çështje private, sepse ajo është çështje private. Se na mos harrojmë, domethënë na kemi këtu edhe një gjykim shoqëror për mënyrën që jeton njeri. Po që këna nxjerr neve edhe të debati për kodin civil. Sakt. Dhe ne nuk jemi të gatshëm si shoqëni fare me diskutuar çështje. Pra këto janë në gjendje, partitë politike me shku në zgjedhje dhe mos me votu kodin civil me këtë përmbajtje. Dhe edhe ajo hyn në kuadër të disa drejtave civile që njerëz i gëzojnë. Absolutisht. Por çështja tash është çka është morale dhe çka nuk është morale. Kush e konsideron një çështje morale e kush e konsideron imoralitet. Këto kemi pastaj si më thon përplasje të fortë. Sot partitë politike kanë hyrë në kuvend edhe me këto premtime. Unë se bëj kodin civil ose unë e bëj se ka thonë kërkush. Po një ditë kanë mu dorëzu prapë të kodi civil. Dhe aty janë disa të drejta që për mu janë të drejta civile. Të cilat do të mikëzu se si qytetarë politikës. Civile. Tani të manifestimi e aty në të drejtave. Këtu nis debati. Manifestimi. Se si manifestohet. Problemi është që na për shkakun që reagimet për kodin civil, që kemi kundërshtarët për flas. Te kundërshtarët e ke vrejt një gjë, që kundërshtarët mendojnë ata që kanë, domethënë, pesh vendimarrëse politike, pra deputetët, ata mendojnë që kanë të drejtë me i tregu tjetrit qysh me jetu. Thotë, unë nuk pajtohna me çet mënyrë të jetuarit, rrjedhimisht nuk ta jap si të drejtë. Që gabim. Ti mundesh mos më pajto, po nuk guxon më macenu të drejtën mua. Çfarë po them? Unë jetoj qysh du, ti jeton qysh dush. Unë spajtona me mënyrën që jeton ti. Ta them, kam drejt me dalë dhe me shpreh mendimin tim, thonë që kjo është gabim çka jeti bo. Po nuk kam drejt me ta cenu atë drejt, as më pak ligjërisht, për sa kohë që e drejta jote nuk më cenon mua dhe të tjerët, apo jo? Që është drejt për shembull te kodi civil. Ata që ishin kundër, thoshin na nuk mendojnë që duhet më leju që kjo punë në Republikën e Kosovës. Të punë kjo është e drejtë e njerit. Apo kënë e donë dhe qysh e donë ti është përcaktimi jote, nuk është i jemi. Unë më mendu që e ki gabim, mirë po nuk kam drejt më ta pamundsu. Apo, për shembull, hajde që ta kthejnë në rraf shumë praktik, që na prek të gjithëve. Sipas parimeve të fesë islame, konsumimi i alkoolit është mëkat, apo jo. Pra nuk lejohet. Ata që janë besimtar nuk lejohet. Ata mendojnë që kërkush nuk duhet me pi. Ja, thuhet shmange, nuk është haram, shmange. Mirë, këta që janë besimtar thonë që nuk të bën me pi. Apo? Po. Në rregull. Ata kanë drejt me mendu që ashtu, kanë drejt me praktikuar që atë mënyrë jetesës dhe kanë drejt më na këshillu neve tjerëve për dëmet që vijnë nga alkooli. Absolutisht nuk ja u marr këta. Në momentin që ai më bën mund të ndaluar me ligj. Për shembull, se e ka pushtetin ta zëm, e atëherë është cenim. Sa atëherë mu më pa mundson për me bëu diçka që unë mendoj që është mirë dhe që po më pëlqen. Apo. Unë shoh një problem goxha të madh Visar këtu. Në ditën e parë të Ramazanit, unë e pash debatin. I pash këta që janë të dy ekstremeve. Disa që janë mohus kategorik, edhe nuk e pranojnë fare debatin që mbase vre mirë ka bo për Parim Rama, ose mbase me mujt me gjetë një anë pozitive në krejt këto, jo komplet negative, po si të qovë, debati aty, ne? Dhe të tjerë kënej që i sulmonin këta tjerë, pra një farë kakofonie kështu online e sulmeve, jo t'i je islamist, jo t'i je islamofob. Kur na bjen debatin neve, krejnë këtë pikë, islamist, islamofob, ti nuk kimo zgjidhje të problemit as diskutim të hapën rreth kësaj teme. Dhe unë kur i pash këto e bëna menoj një status Facebook shumë të lezetshëm.
i cili nuk kishte fare asë një gjykim për kërkë. Dhe thash aty, kryetari komunës merr vendim për shkurtimin e orarit mësimor për shkak të Ramazanit, ndërkohë te kafe të Rakis ka oferta për iftar. Po kupton? Ai si kryetar komune, pavarësisht ligjit dhe kushtetutit, po e merr një vendim që ja vletëson ditën, Ramazanin, agjerimin besimtarve, dhe ndërkohë edhe të kafe të Rakis ku pihet raki, domethënë me të madhe, në Ramazan kanë oferta për iftar. Pra ta bëjnë menyn aty, tak, me hurma, me gjona, me kësisane, hanë iftar, në rregull, vazhdon tutje, hyn tjetri, pin raki, ose të njëjtën kohë dikush bën iftar, dikush pin raki. Njerëz se kuptuan çka po du me thonë me këto. Unë mendoj se këtu është marifeti. Unë mendoj se pikërisht në atë fjali të shkurt është që kjo bashkëjetesa jonë, komunësh me bë edhe këtë, pa e cenu dhe sulmun janë i tjetërin. Pa qenë ekstremist në gjykim edhe në debat. Pa e gjyku tjetërin. Absolutisht të pajtona. Po se këshin kuptu 99%. Po jo, se që ta u thomë në këtu Islamofobë, si shka thësh. Militantizm. Për shembull, që ky debat, unë e kom patën një pjesë e madhe e njerëzve që ky debat nuk zhvillohet, ose pjesë më të madhe nuk është zhvillu, që është për zhvillohen e të sonte. Ku po ngojmë njëri tjetrin, po i pranojmë argumentet disa, po mundohemi me hedh poshtë disa tjera që s'po na bindin, po megjithatë është debati civilizum. Ti kemi vazhdu me mendu që shpo mendon, unë kemi vazhdu me mendu që. Mirë po. Edhe kemi me najtë bashkë. Mirë po, një pjesë të argumenteve tua, për mu janë pranueshme. Që besoj që do argumentet të ria për ty janë pranueshme. Pra nuk ka militantizëm, nuk jem të këshirë me myt një tjetrin, po flasë kështu figurativisht, po jem të këshirë me marrë vesh për një tjetrit. Dhe tash, në qëtëritin, një gjë që du të me pas parasysh është që unë plotësisht pajtona në parim me këta që po e thuti për një shoqëri liberale. Unë qasë shoqënie, unë mendoj që Kosova veç qasë shoqënie do të më konë, se kur far tjetër nuk bën më konë. Mirë po, kjo i ka kufit e veta ku mund është me u vepru në të njëjtën mënyrë. Edhe njerë po them, institucionet e caktuara kanë qëllime të caktuara, nuk bëmi përzi qëllimet. Pra, në parim, nuk po them asun një. Jo, dakord, po në parim, shkolla, orari i shkollës duhet me u përshtat mësim nxënjes për fëmijët, jo besimeve të arsimtarëve. Çfarë do të thonë? Që kjo është primare, që është e caktuar. Nuk është as për krejt para arsimtar, është për prindë e nxënësve, të cilët duhet vetëm mësimi i fëmijëve duhet me qenë qëllimi i shkollës. Arsenu mësimin që të rast? Se na arsimimin ne kemi për tokë. Jo, absolutisht, mos po them që kjo në vetë e në mësimi, absolutisht jo. Veç po du me thonë që si parim, kur t'i analizojmë dhe diskutojmë që të gjëra na duhet me i ndakt. Me thonë, orarin shkolla bëhet për shkak për mja u ma të letë fëmijëve. Që kjo është qëllimi. Po në fakt, veç komuna e Prishtinës ka bë diçka, edhe na kujtohet kur ka qenë kryetar qendrën Kastratin e Kamenic, ka bë diçka për të mirë të arsimit, sepse arsimi në përgjithësi është i dobët. Dhe komuna e Prishtinës bëri diçka që s'ka mujt as një qeveri me bë mësimin gjithditor. Që pushteti i gjen vrejtje, thot ja s'bën më bak, ja kështu. Tani, nëse ka ndërmarrë një hap, 2 hapa, në përmirësimin e cilësisë të arsimit, në përmirësimin e kushteve, infrastrukturës, ngrohjes, pastërtisë e gjona tjera, atëherë edhe një diçka e tillë nuk besoj që i cenon disa vendime që kanë qenë të dobishme. Nuk i cënon, asu nuk mendoj që nuk i cënon, veç unë mendoj që një vendim i tillë, pra për mu nuk ka në farë kokqarje të madhe praktike, po as nuk ka në farë spjegimi shumë të qëndrueshëm prapa pse duhet më marrë. Çfarë po them? Domethënë është vendim që e ka marrë kryetar komunës, do ta zbatojnë shkollat, është vendim që ju pëlqen shumë njerëzve popullist, pra pak na shtallë ka dashur me ikë kësaj sulmeve që janë bërë kështu me radhë. Në rregull, po veç po du me thonë që vendimi si i tillë për mu nuk është kush e di çfarë nevoje për besimtarët, ata që janë agjerueshëm, ndërkohë që nuk më duket e udhës që shkolla publike me u përshtat tash orarit fetar, cilës do pikërisht. Stop. Okej, tjera pastaj janë në rregull. Atë kremi të ky përparim Rama. Hajde. E pam në ballë të marshit. Pra ishte aty me djalin e Hashim Thaçit e Dritin, me Taulan Ballën, me Vjosa Osmanin, Bedri Hamzën, dhe me pas qenë hera e parë që ai del,
këshim thonë si për Vjosa Osmanin e ka për interesat veta. Unë mendoj që ka po mirë Vjosa që ka dalë, pavarësisht qëllimit që e ka. Se qëllimin në vetë vete nuk e ka lirinë atyne, qëllimin në vetë vete e ka edhe një pozit tjetër. Efekti është i mirë. Po, efekti është i mirë, se ka godit në bërthom aktakuzën. Se në aktakuz thuhet që këta njerëz janë të akuzuar për shkak se kanë vrarë kundërshtar politik, kanë rre, kanë maltretu, kanë përdorë gjuhë të papërshtatshme etj. Dhe kur del Vjosa Osmani aty, një krijesë e LDK-s, që thojnë e linë në rritën në LDK, del në protestë, mendoj që është mesazh jashtëzakonisht pozitiv në raport me një drejtësi pa ngarkesa. S'po them unë, s'po du me paragjyku vendimin. Ama përparimroma është konstant. E akuzonin se po e bën për fushat në kohën se ishte. Se mori pjesë në Prishtinë, u ofroi ndihmë veteranëve, u ofroi transport, pastaj Tiranë, pastaj Shkup, pastaj Prishtinë sërish dhe tash sërish këtu. Do të thonë ky njerëz është konsistent në bindjet e veta pavarësisht qëndrimeve të partisë që për mua LDK-ja është bë hora e Zotit në kuvend që nuk e votoi rezolutën. Për çka i shkon mirë me analizuar ti edhe rezolutën edhe qëllimin e krejt kësaj. Qysh jetoj pa këtë përparimromën që të ngjall debate gjithandej. Po tashe, dhe më thonë, hera parë kur ka fillu përparimroma me u ekspozu, si për krahasi fushatës Liria KM dhe me pas një qëndrim karshi 4 të akuzuar, ose karshi gjithë të akuzuar, më mirë thënë në Hag, fillimisht i është interpretu si që thati për interesa elektorale. Dhe pse do në zanë kur ka fillu, kjo nuk është që ka pas në e farë zgjedhje afër, se përparimroma nuk është që ja ka nisë me ndihmu këtë në fund, kur erdhën zgjedhjet. Prej fillimit ka pas një qasje ndryshe ka shi shoqatës e veteranëve të UQK-s, apo jo? Po, ka një zyrë të veçantë për që është i pari që ka bo me sajtë. Kështu që në këtë drejtim prej fillimit e ka pas të. Dhe fillimisht ju është të përtru. E dyta që ka qenë pak e çuditshme është që megjithatë është kryetar komunës që vjen nga rallët e LDK-s. Nuk ka qenë antar i LDK-s, po është propozuar nga Liga Demokratike e Kosovës dhe këto dyja kanë kriju një farë kështu si të them kështu habije të njerëzit se çka duke ndodhur. Mirë po mendoj që në këtë pikë përparimroma deri tash për mua ka dëshmuar që personalisht është i bindur për këto që po i bën. Dhe prandaj i bën. A ka pastaj edhe përfitime politike sigurisht, qëra, secili njeri që është sken, edhe unë ti që si janë politikës, po dalin në publik, edhe na kçyrin pak me angro zemrën dikujt apo jo. Është normale kjo punë. Mirë po, efekti i përparimromës mendoj që është jashtëzakonisht i mirë në këtë drejtim. Pse? Sepse si profet politik një djalë i shkolluar në Londër, domethënë nuk ka jetu këtu, kryetari i Prishtinës garante LDK-s dhe ka një qasje jashtëzakonisht pozitive karshi ushtrisë shëndetare të Kosovës. Sepse na kemi pasur gjykata speciale Kogja shumë e ka marrë sentimentin e njerëzve. Për shkak na kemi parë reagime pas protestës së fundit. Domethënë se si i ka rrogë një farë panike atje. Dhe në kuadër të kësaj unë mendoj që kjo ka pas ndikim pozitiv, si shkon ndikim pozitiv që përmendet edhe pjesëmarrja e presidentës. Domethënë edhe në këtë pikë anë. Me tregu që në fakt nuk ka këtu ndarje partijake që pos propozoni jo edhe supozoni jo, në mes të asaj që shohim në procesin në Hag, edhe që shohim në luftën ushtrisë të Kosovës. Por ushtria qytetare e Kosovës nuk i ndan qytetarët e Republikës së Kosovës, po mbase dhe uroj që të jetë e vetmja që i bashkan. Ose që i bashkan mas shumë. Dhe këtë pikë mendoj që këtu ka pas një rol jashtëzakonisht pozitiv përparimroma. Si kryetari i kryeqytetit, të mos harrojmë posti politik i kryetarit të kryeqytetit është gati se më i rëndësishëm në vend. Bile disa e krahasojnë edhe me si i dyti mas kryeministrit në buxhetin që ka e në efektin politik që ka. Dhe në këtë drejtim konsideroj që këtu ka qenë jashtëzakonisht pozitiv. Dhe unë mendoj që kjo ka pas pastaj ndikim edhe te elektorati i Lidhjes Demokratike të Kosovës ose te partia si e tillë, sepse kur e keti një njeri për shembull që e voton elektorati që do me pas kryetar të Prishtinës dhe e ka një qendrim të caktuar, votuesit e tij pastaj nuk ndikohen nga ky veprim. Sepse për ndryshe nuk do ta votonin nëse kanë kështu mos pajtim absolut që pretendohet nga një herë. Pjesëmarrja e zonjës Osmani, presidentes Osmani, unë po pajtona që vjen në një moment të caktuar. Zonja Osmani ka qenë, domethënë, shumë më vokale në kundërshtimin e ish
krerëve të uqë që sa kanë qenë politik duhet me e përmend. Mirë po kjo mund të bëhet edhe besoj që ka këtë elementin e nevojës për mandatin e dytë të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës për dhe tjerëve, po megjithatë unë mendoj që nuk duhet me harru edhe një gjë. Dhe këto nuk po du me thonë që Vjosa Osmani nuk i ka bërë kalkulimet e veta elektorale. Po duhet po ashtu me kuptu që marshi i 17 shkurtit vjen në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm të procesit në Hagë. Fjala përfundimtare e prokurorisë dhe kërkesa për 45 vjet dënim për secilin i ka prek shumë njerëz. Unë nuk po du më bëhë kështu absolutisht cinik edhe me thonë që ka një grup njerëzve atje që janë politikanë që veç kalkulim fëtëv bëjnë. Nuk e dija e ka bu vetëm kalkulim Vjosa Osmani, apo është edhe e preku. Po unë po thëmë që në qytetarët e Kosovës, unë e kom pa që njerëzit me gjitha të ja ka njës pak më ndryshme me këqyrë procesin pas që atyre ditëve të fjalës përmëndarë. Se njërë në është pa që në fakt dëshmi që thonë për te dyshimit bazuar nuk është se ka. Ndërkohë që në anën tjetër është kërku një dënim drakonik. Tani për me pa... Dhe e treta në falë, veç edhe me qëta. Dhe me thonë, na e kemi pa ashtu përfundimisht për ata që kanë pas dyshimin në këtë drejtim, që qëllimi i prokurorisë nuk është me i dënu individet sepse kanë bo diçka, po me i dënu uqekën kolektivisht, për mes tyre 4-ve, tash për tash. E mendoj që kjo njerëz i ka prejkë. Unë i kam edhe një dy çështje të vogla se jemi fare në fund visare, këto tema nuk hargjohen asnjëherë. Për me konsideru që çka do me thonë një politikan me bo diçka për Hashim Thaqin, duhet me marrë shembull Edi Ramën. E shfrytëzojnë ngjarjen më të madhe në botë të këto viteve të fundit, pra themelimin e bordit të paqes me krejt ato shtete, kur shihej nga gjithë bota, edhe nga ata që nuk janë pjesëmarrës, dhe Edi Rama shfrytëzoi këtë ngjarje që dikush mundet me thonë e keq përdori kohën e fjalimet për t'ju drejtu presidentit amerikan dhe gjithë sponsorizuesve të gjykatës se hey, ktheni sytë këshirë që ka të ndodhë qëto. Le të më thotë mu një politikan i Kosovës, një i vetmi, që ka guximin veç me mendu një gjatë e tillë. Ta nuk kam folë për këtë punë. Vjosa Osmani kritë karrierën e ka bërë kundër Hashim Thaqit. Pra është ndërtu si profil politik kundër Hashim Thaqit. Sot që për i duhen votat e PDK-s, po, në rregull, shumë mirë ka bërë që ka dalë protestë, po mos të harrojmë se po i duhen votat e PDK-s. Dhe po shpresojmë që Edi Rama ka ndikim të PDK-ja për t'ja bërë votat. Unë po besoj se që kjo është fryma, është edhe logjika. Por me thonë sot, Lumiri ose LDK-ja nuk e votum ne këtë rezolut se dashtem edhe një fjali zbardhjen e vrasje politike, ndërkohë nuk shkoj njona me tjetërën bashkë, sepse baza e këtë akuzës është gjoja i kanë vra kundërshtarët politik, dhe ti po do me i fut të dyjat në qëtë thesa? Jo. LDK-ja dha argumente kolegjit, trupit gjykus, që po, ata e në viktim, e shtyne njerëze. Dhe kjo është gabimi maj madhi që ka bo kjo parti politike. S'po kthejnë atë e kaluara, sa herë ju kanë dashtë për zgjedhje, kanë folë, kanë akuzuar atje. Që tash, është gabimi maj madhi historik që ka bo LDK-ja. Duke provu me fut në rezolut një përmbajtjet e tillë dhe duke refuzu pjesëmarrjen në votim. Dhe tani për me pas, ka do me thonë, burgshtetas, për me pas, ka do me thonë, angazhim i plot, le ta marrin shembull Edi Rama. Fjalia e fundit, mu po më shqetëson bajagi shumë, kjo përkrahja në fund e pushtetit, e vetëvendosjes, që po i bajnë për ata në Hagë. Sepse, edhe me u dënum ata, këta në fund, shpërlahen e thojnë, bom sa mundem. Dhe këta po provojnë me shpërla dhe vetën. Dhe që janë të bu? Së janë të bu, natyrisht. Dje, kur ishte diskutimi, javën e kalume se spedicion të tash, kur ishte diskutimi për 8 milion shtesë për procesin Hagë, kanë refuzuar të ndosja me votu në komision. Po, kanë refuzuar. Që për menimin të emër për dallaki e madhe. Të poshtër janë. Se kjo s'ka sens.
s'ka kur farë sensi, se për shembull ata arsyetimin që dëgjova është që procesi është në fund. Po, procesi është në fund, ka nevojë për. Se nuk e dim që kemi qenë vendimi, ti kemi bo ankesa. Po ajo 3 muaj dhe 6 muaj vendimi dhe sa të merret. Plus asaj çfarë do të qoftë vendimi, aty ka me pas ankesë. Aty ka punë qoftë prokuroria, qoftë mbrojtja. Që ashtu. Ka punë hala dhe e dyta, se njerëzit nuk po e kuptojnë, domethënë dhe duhet me bërë të qartë që ta. Me sa e di unë, procedura financiare. Nuk kupton që ti kur të dan buxhetin 8 milion 50, 20, sot që të ndan, që ato i shkojnë me një herë në xhep hashimit edhe kadris. Ato mbas nevoja u shkojnë. Ato shkojnë si pagesa për avokat për çka do që të ka. Ama ti e ki zotim. Ti e ki zotim, nëse nuk ka nevojë që ato 8 milion të kthehen, se nuk i merr kërkush. Kështu që budallaki edhe që po thudi ka pak edhe poshtërzi është kjo. Merë këtë letër në fund se merë Diona edhe qëtë në TikTok. Shiku se ndëruar kaq për këtë javë, shihemi javën tjetër me tema tjera.